thatësia e syrit është prej atyre treguesve sipas Fudail bin Iyadit të gjendjes së mjeruar shpirtërore. Thatësia e syrit nënkupton që njeriu pavarësisht atyre fakteve, atyre dëshmive, atyre provave që ka pranë, që ka në dispozicion, të mos ndikohet, të mos çajë nga frika e Allahut te bareke ve teala. Prandaj sa më e vrasht të jetë zemra, aq më i thatë dhe më i shterur do të jetë edhe syri. Pra, thatësia e syrit është pasojë e vrashtësisë së zemrës. Allahu te bareke ve teala ka thënë: "Thumma qasat qulubukum, fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Pastaj, pas atyre fakteve të Zotit, zemrat tuaja u ngurtësuan dhe janë sikur se guri apo edhe më të ngurta. Pra, një zemër e cila nuk këshillohet me faktet e Allahut xhallahu ala, ajo nuk mund të prodhojë efekte, nuk mund të prodhojë emocione. Dhe rrjedhimisht syri nuk mund të çajë, nga se syri është i ndërlidhur me zemrën. Allahu te bareke ve teala na ka treguar se ata që kanë kuptuar fenë drejt, ata që e kanë kuptuar fenë e vërtet, ata madje që kanë qenë bartës të kësaj feje, profetët e Zotit, kanë qenë prej atyre që e kanë njohur më së miri Allahun xhallahu ala, kanë qenë njerëz që janë këshilluar më së miri me faktet e tij. Prandaj Allahu duke i përshkruar ka thënë: "Wa yakhruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khushua." Ata bien në sejdë duke qarë dhe Allahu u ashton për uljen, u ashton bindjen. Pra, ata janë që këshillohen me faktet e Allahut xhallahu ala. Ato qindra e mira argumentet e Allahut xhallahu ala nuk kalojnë pranë tyre pa mos u këshilluar me to, pa mos u ndikuar prej tyre. Dhe jo vetëm profetët, por edhe ata që e kanë mësuar, e kanë kuptuar fenë e drejtë. Është e pamundur të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra që të kesh zemër të gjallë, e pastaj zemra të mos reflektoj tek syri, të mos përcjell mesazhe të atilla që do t'i mbushin syt me lop. Por kur zemrat janë të vrashta, kur zemrat nuk këshillohen me faktet e Allahut te bareke ve teala, atëherë ato nuk e kryen këtë detyrë. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Inni ara ma la tarawun wa asma ma la tasma'un." Unë e shoh atë që ju nuk e shehni dhe e dëgjoj atë që ju nuk e dëgjoni. Attati as-sama'u wa haqqa laha an ta'it. Qielli ka lëshuar një klithëm dhe ka të drejtë që ka bërë një gjë të tillë. Nga se ma fiha mawdi'u arba'i asabi illa huwa malakun wadi'un jabhatahu lillahi sajida. Sepse nuk ka në qiell një vend qoftë edhe sa 4 gishtenj, në cilin nuk është një melek, i cili ka dhënë ballin e tij në sejdë për Allahun te bareke ve teala. Pastaj ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam: "Wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dahiktum qalila wa la bakaytum kathira." Pasha Allahun, sikur ju ta dini atë që unë e di, do të kishit qeshur pak dhe do të kishit qarë shumë.